Goditjet e fundit të SPAK kanë nxjerrë në pas se pastrimi I parave mbetet një nga aktivitetet kriminale më të përhapura në vend, kryesisht përmes sektorit të ndërtimit. Me semrave më të përfolur është Ermal Peti, I njohur si oligarku I call centerave, I cili nga të ardhurat minimale të deklaruara u kthye brenda pak muajsh në investitor në ndërtim. Në 2024, kur deklaronte vetëm 5.000 euro të ardhura në vit, Peti themeloi kompaninë e ndërtimit Nikea Construction me një kapital themeltar prej 100.000 lekësh të reja. Vetëm disa muaj pas themelimit të firmës, Ermal Peti arrin të marrë leje nga Këshilli Kombëtar I Territorit me vendim të Këshillit të Ministrave që të mund të ndërtojë një fshat turistik në zonën e Saukut me vila deri në 3 kate me pishina e mur rrethues. Në dokumentin e lëshuar nga KGT, thuhet se leja e ndërtimit për fshatin turistik është dhënë pas verifikimit të dokumentacionit tekniko-ligjor dhe pas pagesës së taksës për ndikimin në infrastrukturë. Megjithatë, në asnjë moment nuk janë marrë veprime për të verifikuar se si është ndërtuar kapitali me të cilin u ndërtuan vilat luksoze.